Drejtori i IT-s në polici pandehur, prokuroria të dhënat u eksportuan në një hard disk një person i panjohur. Policia pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë përfundoi hetimet dhe dërgon në gjyq pandehurin e më aktualisht me mas sigurimi, arrest në shtëpi për veprën penale, hyrje e pa autorizuar kompjuterike parashikuar nga neni 192 fraksion B 2 i kodit penal, nga tërësia e veprimeve hetimore për çështjen penale numër 5404 datë 1/9/2023, rezultoi se i pandehuri e më në lidhje me procedurat e backup dhe ekstradimin e të dhënave nuk ka informuar drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, nuk ka një informacion memo informuese, plan veprimi për problematikat e konstatuara dhe veprimet e ndërmarra për rregullimin e tyre. I pandehuri e më ka urdhëruar punonjësit për hapjen e portaleve USB, veprimet janë kryer prej tij deri në orët e vona të natës dhe në godin janë futur persona të pa autorizuar për të asistuar në procesin e backupit, konkretisht shteta si KM, jo pjesë e stafit, shpeshherë ka hyrë me pinin personal të një punonjësi tjetër jo prezent. Gjithashtu vërtetohet qartësisht lidhja midis pajisjes hard disk të sekuestruar me kompjuterin e identifikuar të lidhur me serverat. Lidhja e realizuar për të mundësuar kryerjen e një procesi të tillë duke ekspozuar të dhënën në hard disk, procesi i cili nuk ka pse të kryhet pasi vetë sistemi automatikisht bën dy backupe. Për më tepër, në pajisjen hard disk të sekuestruar evidentohen gjurmë të procesit të backup. Sa më sipër, hyrja e pa autorizuar kompjuterike është realizuar. Pas hapjes së portave të USB, procesi backup i ka filluar vijuar, por nuk është përfunduar plotësisht, lidhur me veprën penale të shpërdorimit detyrës parashikuar nga neni 248 i kodit penal, për të cilin gjithashtu është regjistruar procedimi penal numër 5404 2023 është vendosur ndarja e çështjes.